Atëherë, siç pritej, imuniteti i Ballukut nuk u hoq, pasi Partia Socialiste e mbrojti me votë. A ishte një goditje e fortë e politikës kundrejt SPAK-ut dhe cili do të jetë hapi juaj i radhës? Si qiet, nuk është vetëm një goditje ndaj SPAK-ut, po ndaj gjithë shqiptarëve. Vendimi i majorancës në një mënyrë apo një tjetër për të ndaluar drejtësinë për të bërë punën e vet dhe për të hetuar ashtu siç duhet ta hetonte një të pandehur tashmë për një ish të vendit kryeministrin, që do të thotë një qeveritare e lartë, është në disa dimensione shumë problematike. E para në raportin që ka shteti jonë me aleatët dhe me Bashkimin Evropian, që do të thotë që kjo lëvizje e majorancës në një mënyrë apo një tjetër ndërpret integrimin në Bashkimin Evropian. Perspektivën e shqiptarëve, perspektivën europiane. Një aspekt. Aspekti i dytë është marrëdhënia e majorancës me parlamentin, ku e defaktorizon dhe e kthen siç e ka bërë tashmë në një republikë që s'është as pak parlamentare. Që do të thotë marrëdhënia institucionale se si duhet funksionojë parlamenti, është me këtë vendim është prishur dhe është shkatruar. Aspekti i tretë është prekja kushtetuese. Kushtetuta parashikon dhe ligjet parashikojnë që SPAK-u kërkon heqjen e imunitetit kur ka prova dhe arsye për të hetuar dhe për të marrë një masë paraprake gjatë hetimeve për të dyshuar për vepra korrupsion, shpërndarje detyre të tjera. Parlamenti apo komisioni posaçëm, komisioni i cili e merr në shqyrtim, duhet të shqyrtojë jo vlefshmërinë e provave, por duhet të shqyrtojë atë që thonë që ka të bëjë kjo goditje, a është një goditje politike apo ekzistojnë dyshime të arsyeshme që mund të kemi të bëjmë me një vepër penale. Kështu që në këtë aspekt vendimi është antikushtetues. Dhe patjetër edhe më e rëndësishme është mënyra se si vendime të tilla që vijnë nga qeveria, vijnë nga majoranca, prishin sistemin moral dhe nuk lejojnë në asnjë moment të ndërtohet ajo që shqiptarët presin, një koncept i drejtë ose një koncept mbi të drejtën dhe të gabuar, e cila ndikon në gjithë shoqërinë. Kështu që jemi në kushtet kur majoranca ka vendosur të uzurpojë dhe të mos lejojë drejtësinë të bëjë punën e vet. Jemi në kushtet ku majoranca po rrezikon integrimin e vendit, pasi siç e pam dhe nga reagimet e shumë ambasadave të vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe vetë ambasadat e Bashkimit Evropian, bëhet fjalë për një kalim të vijës të kuqe. Kështu që në këtë aspekt mendoj që është e domosdoshme që opozita, qytetarët i dalin ballë dhe të bëhen bashkë në një trinom tashmë që duket sikur ka një aleancë ku është Bashkimi Evropian, opozita dhe SPAK-u, që ose në rastin konkret e institucionet e drejtësisë. Lerdosja Balluku ai po i përçan socialistët, mendoni se ka një krisje mes Ramës dhe të ashtu quajturve tradhtar? Çfarë mund të na thoni për sa i takon listës së tyre? Janë shtuar zërat kundër Ballukut? Ajo që shohim është që socialistët u vendosën në rresht. Kuptohet pas kërcënimeve, por dhe presionit të kryeministrit. Kështu që në këtë aspekt duken të vendosur në rresht. Ajo që besojmë dhe ajo që ndihet është që ka një përplasje pasi një pjesë e madhe e grupit parlamentar të Partisë Socialiste duket sikur mendojnë që duhet lënë drejtësinë të bëjë punën e vet. Por problemi është përtej kësaj dhe është një problem që Rama do është i kushtëzuar të marrë në mbrojtje Ballukun, pasi po merr në mbrojtje veten e tij. Domethënë kjo nuk është më një çështje ku Rama mund ta përdorë që prapë për çështje dardhash apo kundash të ngrëna pas shpinës së tij. Kemi të bëjmë me një çështje ku korrupsioni në një mënyrë apo një tjetër ka marrë peng drejtuesin e qeverisë edhe ministrat e tjerë, që do të thotë që hallit e kanë të përbashkët. Për sa kohë halli është i përbashkët, Rama është i kushtëzuar të mbrojë veten. Dhe në këtë aspekt prandaj do duhet një sinergji dhe një kombinim shumë i mirë i gjithë faktorit opozitar, i pjesëve të ndryshme të shoqërisë, që do të thotë shoqëritë civile apo kushdo tjetër grup interesi që mundet të mbështesin një nismë të fortë për dorëheqjen e kryeministrit dhe për të kërkuar zgjedhje të reja, për të kërkuar në fund ditës që sistemi i drejtësisë të funksionojë i pakërcënuar, i pashantazhueshëm
dhe i pakufizuar nga ekzekutivi. Blokada e Partisë Socialiste për Ballukun pati reagime dhe nga ndërkombëtarët. Asnjë kal troje në BE, thekson Marta Kos, komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian në mesazhin e saj. A ishte reagimi i saj një sinjal për Edi Ramën? Besoj qëndrimi është i qartë, për sa kohë kam fol për kal troje, bëhet fjalë në kuptimin figurativ për një tradhti të parimeve që Bashkimi Evropian do të përçojë dhe do që t'i ketë afër vetes. Kështu që për sa kohë SPAK-u dhe institucionet e drejtësisë janë një investim i mirëfillt i Bashkimit Evropian dhe i Shtetet Bashkuara të Amerikës, patjetër që ata kuptojnë që në këto moment retorika që ti ke mbajtur për mbështetje të pakufizuar të institucioneve të drejtësisë nuk përputhet me aktet që ti ke ndërmarrë. Kështu që ky veprim i Ramës dhe i maxhorancës nuk bëri asgjë tjetër përveç se nxori mbretin lakuriq para syve të ndërkombëtarëve dhe para të gjithë opinionit publik se cili është mendësia dhe raporti vërtet i kryeministrit me institucionet e drejtësisë. Ndërkaq, Edi Rama pati një takim misterioz me ambasadoren e SBA-s në Greqi, e cila konsiderohet dhe si e njohura tek Trump. Si e lexoni takimin mes tyre? Nuk ka asgjë për të lexuar. Unë nuk kam informacion se për çfarë kanë folur, pasi duhet të ishin të dyja zyrat nëse do të kishin informacion për të dhënë që ta bënin me dije ndaj publikut. Bëhet fjalë për një takim i cili është të xhiruar fshehurazi gati në mënyrë të themi investigative për të treguar mathe për kryeministrin që ka akoma mbështetje. Këtë do të tregoj kryeministri, por që patjetër që duket shumë i sforcuar në kushtet kur ka marrë një vendim shumë të fortë ndaj vendit të tij, kur rrezikon integrimin evropian, kur ka marrë një vendim shumë të fortë ndaj moralit shoqëror dhe balancës që duhet të ruaj pushtetë ushtruesi me qytetarë. Në rasti konkret është roli i zotit Rama, është ndalimi i drejtësisë për të hetuar dhe për të çuar përpara drejtësisë korrupsionin e nivelit të lartë të qeverisjes. Kështu që në këtë aspekt të gjitha të tjera janë gjëra dytësore dhe artifica të cilat kryeministri tenton t'i përdor për të tërhequr vëmendjen dhe për të treguar që kisme pas ka mbështetjen e ndërkombëtarëve. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj sot kritikave se vendimi për Ballukun po pengon Shqipërinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Nuk e kam lexuar këtë deformim këtë reagim të kryeministrit, por që reagimet janë të qarta. Ishin të paralajmëruara, nuk i erdhën në një qell të pastër, do të thonë një rufen qell të pastër. Ishin të paralajmëruar që nuk duhet të buxonte, të cënonte sistemin e drejtësisë dhe të ndalonte prokurorët e SPAK-ut apo gjyqtarët të kryen punën e tyre në raport me të panderun Belinda Balluku. Ai pavarësisht këtyre ndërmori një vendim të parashikuar edhe nga opozita dhe nga shumë qytetarë shqiptar, pasi është i lidhur drejt për drejt me të gjitha vendimet për të cilat akuzohet zonja Balluku. Kështu që nuk shoh arsye tjetër, tani e gjitha bëhet kthehet një lloj fjale dhe retorikash, akti është ndërmarr, dëmi nuk është i vogël, ngelet në dorë qytetarëve, në dorë të opozitës, të faktorit ndërkombëtar, por edhe të SPAK-ut për të reaguar dhe për të kthyer një përgjigje të sigurt dhe të fortë që kemi vendosur të ndërtojmë institucionet e këtij vendi, kemi vendosur të ndrojmë kursin moral të shoqërisë të këtij vendi që qeveria nuk po e lejon, kështu që situata është e qartë, akti është ndërmarrë, duhet pritur kundërpërgjigje. Kundërpërgjigja shpresoj të vijë shumë shpejt nga të gjithë faktorët që përmend. Skandali i dosjes Balluku sa vjen e thellohet me aferën e portit të Durrësit dhe atë të Porto Romanos. Çfarë do ndodh tani që është anuluar edhe tenderi? Këtë mund t'ju them se çfarë do ndodh, por që prap ujëra të rrezikshme që po në farë mënyrë po navigon qeveria Rama, po flitet për interesa ruse, po flitet për interesa ruse që prishin interesat e NATO-s, kështu që shumë mirë bëri që u troq, problemi ishte që as nuk duhet të shkonte një çështje e tillë deri në këtë moment, ndërkohë që mund të ishte ndërmarr hapa dhe mundet të bashkëpunohesh edhe me NATO-n, por edhe me kompanitë amerikane dhe ato të Bashkimit Evropian apo ato gjermane për ndërtuar një port të rëndësishëm për aleancën
strategjik për Shqipërinë dhe për gjithë rajonin. Kështu që nuk kishim pse humbim kohë dhe të bënim eksperimente dhe lojra me të themi me fuqi apo shtete të cilët nuk janë as në një aleancë natyrale me Shqipërinë, por dhe kundërshtim me interesat e saj. Ramosh për gjithashtu se nuk ka patur presion edhe nga SHVA-ja. Nuk kam dëgjuar elementet tashmë elementet publik të diplomatëve dhe të gjithë faktorët ndërkombëtar janë më shumë publik se ç'duhet. Kështu që të gjithë e kanë parë, reagimi është i qartë, nuk duhet të ndalonte SPAK-un për kryerjen e detyrës. Kemi një reagim të qartë që tashmë rrezikon integrimin e gjithë shqiptarëve në Bashkimin Evropian dhe jo të Edi Ramës. Zoti Muçollaria, do të ketë bashkim të opozitës? Çfarë po bëni konkretisht në këtë drejtim? Është thirrur një tryezë ku nga një sër intelektualesh ku po tentojnë bashkimin e opozitës në qëllimet tashmë të përbashkëta që ata kanë. Qëllimet dhe në retorik të gjitha partitë opozitare kërkojnë pothuajse të njëjtat gjëra, që do të thotë dorëheqje të kryeministrit, qeveri tranzitore, qeveri teknike, e cila do të çojë dhe garanton zgjedhjet dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kështu që në këtë aspekt nuk shoh arsye pse mos bashkohen. Është një moment ku vendi dhe kombi i thret për të bashkuar për kërkesa të njëjta dhe për të mirën e Shqipërisë. Kështu që takimet po intensifikohen me dinën time. Partia Demokratike ka arritur një dakordsi për të lëshuar koncesionet saj apo të drejtat saj si partia më e madhe e opozitës, siç është çështja e reformës zgjedhore, ku në dinën time ka rënë dakord që të ketë një draft të bashkë dakordsuar me të gjitha partitë e tjera opozitare të vogla. Kështu që ne kemi bërë pjesën tonë, presim përgjigje tashmë dhe të partive të tjera opozitare, të cilat shpresoj dhe besoj që do të bashkohen në një nismë të përbashkët për të rrëzuar Edi Ramën dhe për të patur një qeveri teknike dhe më pas zgjedhje të lira të ndershme. Çfarë skenari po organizoni për protestën e 22 marsit? Partia Demokratike nuk ka skenar. Partia Demokratike thret qytetarët protestojnë në përmbushje të detyrës së saj kushtetuese dhe morale ndaj popullit të saj. Kështu që në këtë aspekt do të jetë një protestë edhe me forcet të tjera, do të jetë një protestë që duhet të përgjigjet një situate të re tashmë, një akti të kryer ndaj parlamentarizmit, ndaj Shqipërisë, ndaj konceptit moral të shoqërisë që ishte vendimi i maxhorancës ditën e djeshme. Kështu që në datën 22 mars, Partia Demokratike ka ftuar gjithë qytetarët për një protestë kombëtare, për një protestë edhe më të fortë, edhe më të përshkallëzuese në raport me përplasjen apo në raport me qoftë reagimin, por edhe kohëzgjatjen e saj. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Mirupafshim, kalofsh mirë.